çamëria do të mbetet shqiptare, aq sa ne angazhohemi me të, po ashtu ne do të mbetemi çam përderisa çamërinë ta mbajmë në kujtimin, në kujtesën tonë. Spastrimi etik i trojave shqiptare në fakt ka filluar me vendimet e Kongresit Berlinit. Ushtrisë italiane u futën në çamëri dhe në zonën e Maqedonisë. Këtu pati një periudhë 2 vjeçare që shqiptarët morën frymë lirisht në jashtë. Pas përfundimit të luftës së dytë botërore, kemi një tentativë për shtypjen e zërit të çamëve, flas në Shqipëri. Kishte njerëz që thonin ne thoshin jemi pellazg. Pra nuk guxonin të thonin që jemi shqiptar. Pra që e thonin jemi pellazg që jemi shumë të vjetër këtu. Pra do të thonë që nuk jemi të ardhur. Me qëllim që të qëndronin. Ne dim ta që thot populli jon ta që kur bë dasëm, edhe kur bë shtëpit nimo Zoti. Vjen Pse mos themi tha që edhe kur filloi studim tha na nimo Zoti. Mirë tash, kështu do ta fillojmë tash. Kjo politikë ka ndikuar pozitivisht në kultivimin e dy gjërave në Shqipëri. E para të bashkëtesës me minoritetet, po edhe të një fryme tolerante qytetarie që nuk vrehet kaq mirë në vendet e tjera të Ballkanit. Atëherë mirë se erdhën në këtë episod ku bashkë me një prej figurave akademikëve më të shquar në fushën e historisë, profesor Beqir Metën, do të ndalemi për një nga plagët më të rëndësishme ose më të rënda që ka kaluar populli shqiptar, ose po themi që është pjesë e historisë dhe trashëgimisë tonë historike, për që është çamëria edhe fati i çamëve. Ajo është një histori që nuk ka mbetur vetëm thjesht në faqe librash, por është një histori që tregohet vazhdimisht edhe ritregohet, edhe ka dhe një lloj po themi tendence morale dhe emocionale sa herë që e dëgjojmë atë, dhe pothuajse çdo herë që e dëgjojmë ose e ridëgjojmë historinë e çamërisë dhe tragjedinë e çamëve, na duket sikur janë gjëra që i dëgjojmë për herë të parë, apo emocione që na krijojnë është pothuajse i gjallë. Në këtë podcast ne do të shqyrtojmë lindjen e një realiteti të ri në Ballkan pa me krijimin e shteteve nacionaliste dhe fatin që patën kryesisht etnitë në përgjithësi, po çamët edhe shqiptarët në rastin konkret në veçanti, do të mundohemi që të tregojmë, të nxjerrim pa dhe rolin që kanë pasur institucionet, qofshin ato kombëtare, pra të shtetit shqiptar, qofshin edhe ato ndërkombëtare, pra me menaxhimin dhe me reagimin ndaj çështjes çamë dhe ndaj masakrës edhe spastrimit etnik që po ndodhte atje, po ashtu do të flasim pak a shumë për tragjedinë që përjetoi ky popullsi me shpërnguljen masive edhe me përcjelljen e tyre jashtë kufive të shtetit grek që ishte krijuar, pra që duke i kthyer ata një popullsi pa kujtim, pa varreza, pa një derë ku të qajnë hallet apo të vajtojnë problemin e tyre. Pra në këtë episod ne nuk kemi për qëllim që të nxjerrim të nxisim urrëti apo të drejtojmë gishtin e fajësisë dikujt tjetër. Ne kemi për qëllim vetëm thjesht të rikthejmë një kujtesë historike kolektive dhe ta mbajmë gjallë këtë që i ka ndodhur popullit shqiptar. Për arsye se çamëria do të mbetet shqiptare, aq sa ne angazhohemi me të, po ashtu ne do të mbetemi çam përderisa çamërinë ta mbajmë në kujtimin, në kujtesën tonë. Ka padrejtësi që nuk vjetrohen kurrë, pra duhet të ritregohen vazhdimisht. Po ashtu ka dhe zëre, pavarësisht se munduan që njerëzit t'i heshtin ata, ja vlen që dëgjohen edhe të ridëgjohen. Prandaj ju ftoj që të na ndiqni. Atëherë pa humbur kohë, është siç e thash në fillim, është një nder dhe një kënaqësi shumë e madhe për mua që unë në misionin tonë kemi dhe profesorin e nderuar Beqir Meta. Kam përgatitur disa pyetje që pak a shumë mendoj që janë kolektive. Gjithë ne e kemi, po themi, një lloj pikpyetje rreth atyre gjërave. Të paktën unë kështu mendoj. Profesor, pa humbur kohë, do të filloj me fundi i shekullit 19, fillimi i shekullit 20 krijoi një realitet të ri në gjeografinë e Ballkanit në përgjithësi, po për ne shqiptarët ndoshta që me pasoja akoma më të rënda. Pra kemi një etnitet politik që ishte në zhbërje, pra siç ishte Perandaryja Osmane, po kemi edhe forcat reja shtetërore politike që janë në ngritje, siç ishte Greqia dhe vendet fqinje të tonat. Nuk du të zgjatim shumë, pra është një realitet që ishte krijuar, po kemi edhe një demografi, pra një popullsi që dominohesh nga shqiptarët në këtë rajon, pra çamëria që ne e quajmë, për një periudhë disa shekullore. Cilat ishin motivet që e shtyn shtetin grek që të bëjë këtë masakër që ndodhi ndaj popullsisë çame? Po, siç e tha dhe ju, fillimi i shekullit të 20, fundi i shekullit 19, fillimi i shekullit 20
është kriza e thellë e perandorisë osmane, është një krizë e brendshme, krizë e jashtme, marrëdhënie ndërkombëtare etj. E cila në Ballkan kulmon me luftat ballkanike, pra që u zhvilluan në vitin 1912 dhe që pak veta e prisnin, u fituan nga shtetet ballkanike, sepse Perandoria Osmane ishte një shtet i madh, shumë më i fuqishëm se të gjithë shtetet ballkanike bashkë, kuptohet. Por kriza thash që e gjithanshme që e kishte mbërthyer bëri që Perandoria Osmane të largohet nga Ballkani, të humbasi pra betejat në Ballkan dhe këto shtete që fituan luftën sigurisht nuk ndonse ishin me parullat e çlirimit, parullat për lirinë e popujve ballkanik etj. Në fakt nuk ishte ky qëllimi kryesor. Qëllimi kryesor me të vërtetë në Ballkan kishte disa popullsi që i përkisin këtyre shteteve apo greka apo slave etj. Brenda Perandorisë Osmane, por qëllimi kryesor i tyre ishte krijimi i shteteve të mëdha nacionaliste të fuqishme në Ballkan, me territore të tjera, të popullsive të tjera dhe dy do thoj entitetet më të prekura, më të rrezikura, në radhë parë ishin shqiptarët dhe në radhë të dytë ishte Maqedonia, pra maqedonasit, të cilët ju nështruan një dhune të shumë anshme gjatë gjithë periudhës së luftave ballkanike, po dhe përpara luftave ballkanike. Banda të ndryshme kishin mbuluar dhenë, si thon Dafit, dhe persekutonin popullsinë civile dhe sigurisht përplasin edhe me njëra tjetër, pra kishte përplasje midis bullgarëve, serbëve, grekëve, por gjithmonë viktima kryesore ishte popullsia civile shqiptare, në radhë parë shqiptare dhe pastaj edhe ajo maqedone. Ku fillimi për shtysat ose kryesore të këtij spastrimi. Pra ne përmendëm krijuam një panoramë. Po. Spastrimi i trojave shqiptare në fakt ka filluar me vendimet e Kongresit Berlinit, ku janë spastruar territoret e Nishit, Vranjës, Leskovcit etj. Që kishin popullsi të shumta shqiptare. Ka shifra të ndryshme mendohet, por shifra që përgjithsisht e japin do thoya minimale, që mund të jetë janë mbi 50.000 shqiptarë. Pra ky është, si thosh, procesi i parë masiv i spastrimit etnik të shqiptarëve. Dhe pastaj ky proces vijon dhe në luftat ballkanike ka spastrime të thella të popullsisë shqiptare të Kosovës në atë parë, edhe të shqiptarëve në Maqedoni. Popullsia e Shqipërisë së Jugut, pra në këtë rast Çamëria, nuk u godit ballazi. Popullsia shqiptare në Greqi, kur u vendosën kufit në 1913, sepse Greqia kishte një politikë të tillë që donte të zgjerohesh në Shqipërinë e Jugut dhe e kishte përqendruar mendin goditjen në Shqipërinë e Jugut, pra nuk donte në këtë moment, planet e kishte që kjo popullsi do ishte në afat më vonë, domethënë kishte projekte, sepse Megalideja është teoria e vjetër greke, e cila donte një Greqi të madhe që të ishte pasazhe e Bizantit, por jo si Bizanti me popullsi me etni të ndryshme, por që të ishte homogjene nga ana etnike. Pra ishte një synim për të zgjeruar kufit, por dhe për ta bërë homogjen shtetin e vet. Kështu që ajo synonte që të zgjerohesh në Shqipërinë e Jugut, pra kjo quante Vorja e Piri, dhe aty bëri krime të mëdha, domethënë krimet e vitit 1914, ju e dini masakrat që janë bërë në jug të Shqipërisë nga bandat Vorja Piriote dhe nga ushtria greke, të cilat kanë lënë një gjurmë shumë të thellë në historinë. Po, është masakra Hormovës, u vranë rreth 300 sa shqiptarë të pafajshëm, graf, mi, pleq, banor aty të asaj krajine. Shtatar thjesht. Po, shtatar thjesht. Ndërsa për Çamërinë, thash me vendimin e konferencës ambasadorëve, e cila vendimi final kufit u caktua në gusht të vitit 1913, ky territori mbeti shtetit grek, tashmë ishte në sundimin grek. Menjëherë pas kësaj, pra kemi çështje pak muajsh, vjen goditja e parë e madhe që ishte shumë domethënëse. Mblidhen krerët e Çamërisë, e krajinave kryesore të Çamërisë dhe 72 krerë të saj, thirren në postën ushtarake greke dhe atje masakrohen që të gjithë, në prorën e Selanit dhe Paramethi. Pra, kjo ishte
masakra e parë e madhe dhe kjo kishte domethënien e vet. Kjo jepte mesazhin popullsisë që përdesa masakrojmë, ekzekutojmë krerët tuaj, pra ju s'keni vend këtu. Pra ishte presioni etnik që popullsia të shpërngulesh nga territoret e veta, popullsia shqiptare, nga Çamëria. Pra ishte goditje e madhe. Pastaj pas kësaj kemi sigurisht goditje të tjera në pretekst të mbledhjes së armëve, rrahje, dhunë, shtypje, gjithçfarësh. Pra makinacionet që kanë përdorur. Pastaj vjen periudha e luftës së parë botërore, kur në marrëveshjet ndër aleatet e Antantës, që Italia ishte fuqi e Antantës në këtë kohë, ju lejua Italisë që të fuste ushtrit në territorin grek, Greqia ishte asjanse në këtë kohë, për të mbrojtur pozitat strategjike të ushtrive të veta dhe ushtrit italiane u futën në Çamëri dhe në zonën e Maqedonisë, të Pindit. Këtu pati një periudhë 2 vjeçare që shqiptarët morën frym lirisht në fjalë, sepse lloj qetësie. Po, kishte qetësi sepse s'kishte fuqi bandat dhe ushtria greke të ushtronte dhunë dhe kontroll mbi ta. Dhe italianët në këtë rast ta kanë lënë neve dhe dëshmi të çmuara për dhunën që ishte shtruar në Çamëri, sepse ishte shumë e freskët, nga 13-a e këndej, domethënë deri në 17. Deri në 17 kur realitetin që kanë gjetur. Dhe ne kemi shfrytzuar dokumentat italiane që janë shumë të vlefshme në këtë rast. Ata ishin një palë tretë, kuptohet, dhe janë shumë të besueshme, që janë të pakontestueshme, domethënë. Ishin raporte të ushtarakëve në terren, të cilët kontrollonin gjithë terrenin dhe kishin kontakt me gjithë popullsinë e zonave ku ata ishin shtrirë. Fundi i luftës së parë botërore, konferenca e Versailles, kufit e Greqisë rikthehen, se Greqia futet në luftë në anën e Antantës, pra në fund të luftës, pasi e pa që nga anonte balanca, po fiton. Dhe tani ajo fillon të shton presionin e para për të rimarrë Shqipërinë e Jugut, për ta marrë Shqipërinë e Jugut, pra përsëri, pra kundër shtetit shqiptar, dhe nga ana tjetër do të fillojë goditje në Çamëri. Elementi i parë që në vitin 1920 është zbatimi i shoqyritës reform agrare, tani fillon dhuna administrative. Po, që duku tentativa dhe me u marrë tokat në radh parë bejlerëve shqiptarë në Çamëri, por edhe fshatarëve të mesëm. Merren toka. Pra, reforma nuk u shtri thjesht tek pasuritë e mëdha toksore, por edhe pasuritë të mesme. Qëllimi ishte që, ashtu siç bën edhe Serbia në Kosovë, qëllimi ishte shpërngulja, kolonizimi dhe shpërngulja e kësaj popullsie. Po. Në vitin 1923 krijohet një precedent shumë i rrezikshëm për shqiptarët. Bëhet paqja turko-greke, pra, dhe bëhet dhe marrëveshja e Lozanës për shkëmbimin e popullsive, tratati popullsive. Pra, marrëveshja bëhet në janar, në gusht të 23-shit, si thush ratifikohet gjithçka dhe fillon procesi. Dhe krijohet një komision me shumë në komisione për mix që quhesh për shkëmbimin e popullsive greko-turke. Hilja ishte shumë e madhe tani sepse grekët tani përpiqen që të fusin të gjithë muslimanët në kategorinë e turqëve. Pa pyetur për etninë e tyre, dhe panë si rast të mirë që të spastrohen gjithë shqiptarët e Çamërisë në këtë rast. Është thënë që mundohet që në këtë, do të bëjmë një lloj paranteze, mundohet që një pjesë fajit ja kalon edhe qeverisë turke në këtë kohë, që i pranoi shqiptarët si turq. Po, ka dhe qeveria turke ka përgjegjësinë e vet, sepse shteti shqiptar, qeveria shqiptare i ka bërë shumë lutje dhe shumë kërkesa qeverisë turke që të mos i pranonte shqiptarët në shkëmbim. Sepse duke argumentuar që kishte rëndësi të madhe që kjo popullsi kishte pronat e veta, pra nuk kishte huj shkullur në Greqi. Kishte një mirëqenie të caktuar dhe në Turqi këta do të përballeshin me vështirësi të mëdha. Edhe pse mund të jepnin toka, po do jepnin toka të varfra, toka të shkreta atje. Po, nëse ata ishin në ajkën e pronave, pra po të shikosh Çamërinë, por edhe shqiptarë që jetonin, se kemi 2 kategori shqiptarësh në Greqi. Kemi shqiptarët e Çamërisë që është një entitet, do thoya kompakt etnik shqiptar, po kemi dhe shumë shqiptarë të tjerë në zonën e Maqedonisë, të Kosturit, Vështinës, Folorinës, Selanikut, në qytete dhe fshatra, të Janinës. Janina ka qenë kryeqendër e një vilajeti shqiptar. Pra kishte shumë shqiptarë dhe këto kanë qenë një pjesë e madhe kanë qenë pjesë edhe pasanikësh, belesh, por dhe intelektual.
se tash ishte qendër administrative. Elita e kohës. Elita e kohës. Këta do të spastroheshin të gjithë pas marrëveshjes të traktatit Lozanës. Po shpjegoja që u kriju një komision miks që kishte një kryetar perëndimor që ishte nga caktuar nga perëndimi, i cili mund të ishte spanjoll, anglez etj, përcaktohesh nga lidhja kombëve, kishte edhe një turk edhe një grek. Pra, ky komisioni miks, tre ishin, ai kishte në punës tjerë, po të thoya tre ishin kryesorët që bëshin mendimet, po bërthama. Qeveria shqiptare i kërkoi qeverisë greke që të bënte dallimin e shqiptarëve me turqit, sepse shqiptarët me turqit kishin një fe, po ishin komsi të ndryshme, etni të ndryshme. Edhe konfliktin Greqia kishte me Turqinë, nuk e kishte me Shqipërinë, dhe marrëveshja ishte për shkëmbimin e popullsive greko-turke. Greqia bëri një deklaratë në lidhjen e kombëve dhe në Lozan që ne nuk do të shkëmbejmë popullsinë shqiptare me origjinë shqiptare, ki futën me shumë qeratallëk, futën termin origjinë shqiptare, do ta shpjegoj pak më vonë pse e bën. Sepse nuk janë turq dhe e dim që nuk janë turq dhe nuk do të përfshihen në shkëmbim. Dhe kjo u regjistrua në aktet e lidhjes kombëve, tu bëri presion dhe Italia, që është e vërteta, në këtë kohë e mbështeti qeverinë shqiptare. Por qeveria shqiptare nuk ishte e qetë, sepse i dinte manovrat e grekëve, Mitat Frashëri, Ahmet Zogu, Mehmet Koniç etj, ka qenë njerëz dietar, ka qenë njëfti mirë politikën botërore, njëfti mirë politikën ballkanike. Dhe fillon ta monitorojnë gjithë situatën. Pas kësaj, Greqia fillon një presion të madh në Çamëri dhe në këto zonat që thashun të fshatat në Maqedoninë greke perëndimore, për të përzënë shqiptarët përmes dhunës, përdoi metoda të ndryshme, gënjeshtrave që në Turqi do gjenin parajsën, pra futi propagandist që t'i binin njerëzit që ikni tani në Turqi se me grekun nuk jetohet. Nuk jetohet. Atje do gjeni parajsën në Turqi, pa ishte mashtrimi i pari. E dyta ishte dhuna shtetërore, që njerëzit që ishin, se thush, që bënin rezistencën, organizonin rezistencën, që shqiptarët qëndronin aty, thirreshin në postë xhanvarisë, rrieshin, dhunoheshin, burgoseshin, ka 10 raste. Veçanërisht krerët e Çamërisë u goditën fort. Sepse dihesh ata mund të organizonin qendresën aty. Dhe e treta që ishte më e rëndë dhe më e turpshme akoma, në gjithë fshatat e Çamërisë dhe në fshatat apo qytetet shqiptare, në fshatat e qytetet shqiptare edhe të Maqedonisë, u shpërndan banda që nuk kishin mbështetjen e shtetit, po hiqeshin sikur ishin banda banda thjeshta, domethënë, që ishte paligjshme. E pasi më pasoi lloj trashëgimie këtë banditizmin qeveritar. Po grekët e kanë pas shumë të theksuar. Ka libra për këtë, domethënë, jo vetëm për në këtë rast. Ka libra edhe për probleme të tjera. Bandat greke kanë qenë të famshme, të cilët ishin të lidhura gjithmonë me politikën. Ishte kriminalizuar. Politika edhe për problemet e tyre të brendshme, jo thjesht për këtë. Në këtë rast, këto banda përdoreshin, ishin mbushur me nacionalizëm brenda, kuptohet? Përdoreshin për të shtypur shqiptarët dhe ata ishin më të tmerrshmët. Sepse ata ushtronin dhunë të paparashikueshme mbi popullsinë civile. Dhe ishin ditë për ditë tek dera e shtëpisë së qytetarit apo fshatarit shqiptar. Dhe kishte një presion, pra ishte një dhunë permanente. Kështu që nëse qeveria merresh me krerët, këta ushtronin dhunë mbi popullsinë e thjeshtë. Pra u ndërtu një strategji që shqiptarët vetëm të iknin, në fjalë, të përpiqen vetëm të iknin. Atëherë profesor, sa tham deri këtu, nëse më lejon du ta ndërtojmë bisedën në 2 boshte. E para, ne kemi të bëjmë tashmë ëndra gjithë shqiptarëve ishte që të krijohet shteti shqiptar, edhe u krijua, u formua pavarësia, u shpall pavarësia, u formua shteti shqiptar. Pavarësisht se për më shumë se gjysmën e popullit kjo ëndër mbeti e parealizuar, pasi që përmendëm deri tash. Ndërsa e dyta ka të bëjë me metodat e institucionalizuara që ka përdorur Greqia për spastrimin etnik. Pra pyetja ime është rreth këtyre 2 boshtave. Para, krijimi i shtetit shqiptar, tashmë ekzistonte shteti shqiptar, cilat ishin masat që mori shteti shqiptar për parandalimin e kësaj. Do ta them edhe këtë. Edhe e dyta, cilët mekanizma, pra që pak a shumë i përmendëm ne, pra institucionalizimi, po themi, i spastrimit etnik nëpërmjet mekanizmave shtetërore. Pra cilit ishin hapat që ndodhin? Shiko,
unë këtë sa po e thoja, domethënë që pas këtij lloj presioni që ishte jashtëzakonshëm, këta tash i grekët i detyronin shqiptarë që shkonin pranë komisionit mix, ky komisionit, që të deklaronin që ne duam të shkëmbehemi. Edhe ka gjëra edhe qesharak aty kur bënin një anketim komisioni, ke popullsia, kishte njerëz që thonin ne thoshin jemi pellazg. Pra nuk guxonin të thonin që jemi shqiptar. Pra që e thonin jemi pellazg që jemi shumë të vjetër këtu. Pra do të thonë që nuk jemi të ardhur. Me qëllim që të qëndronin, pa flisin me gjuhën e Ezopit, si thon David. Nuk donin të thonin as jemi grek, as jemi turq, por thonë jemi pellazg. Kishte disa që deklaroshin turq, kuptohet, Dhe komisioni i bën raport lidhjes kombëve, thotë që shumica thotë deklarohen që jemi turq ose pellazg, thotë ato që pyetëm ne. Sepse atje ku shkonte komisioni, që grekët e dinin, kishte valuar dhuna përpara dhe drurje, kuptohet, dhe ishin marrë të gjitha masa. Megjithatë, ka 10 telegrame dhe letra që popullsia e çoi lidhjes kombëve, ku i pasqyronte këto gjithë këto gjëra, mekanizmat greke të dhunës, për t'i dëbuar shqiptarët, për t'i paraqitur ata si turq. Pra, u bë një lloj plebishiti i dhunshëm në dhunë për të krijuar mekanizmat ligjore për shpopullimin dhe dëbimin e shqiptarëve. Dhe fatkeqësia e madhe është qeveria tani do të flasë çfarë bëri qeveria shqiptare, këtë pjesë e kësaj do thoj e kësaj padrejtësie të madhe u bë dhe vetë lidhja kombëve. Pra, fuqitë e mëdha, të cilat ndiqnin një politikë kësisht asimetrike. Këndej Shqipërisë i kërkonin hesap qoftë dhe për një shkollë greke që nuk ishte qenë hapur përpara, por kërkonin ta hapnin prap, ndërsa atje domethënë po ndodhte një spastrim etnik i dhunshëm në hundën e komisionit që kishte krijuar lidhja kombëve, dhe ata kishin gjithë informacionin se ç'po ndodhte, dhe ata duke u bazuar në interesat e tyre politike, dhe real politikën e tyre, ata atje e lejuan spastrimin etnik, ndërsa këtu ishin shumë rigoroz që gjithçka të ishte sipas traktateve. Korrekt, sipas traktateve. Lidhje kombëve. Qeveria shqiptare e studioi gjithë të ministrën në Greqi, ka qenë atë kohë Mithat Frashëri, i cili bëri shumë debate me qeverinë greke, duke kërkuar që të ndalonte shpopullimin, duke theksuar se kjo do të lejë gjurmë negative në marrëdhëniet miqësore me dy popujve. Ne duam të jemi popull miq, por do të kemi respektin dhe minoritetet në dy anë të kufijit do të jenë ura lidhëse dhe miqësie, dhe respekti i tyre do të jetë si një gur i vendosur në këtë miqësi, pra një themel i mirë i vendosur në miqësi. Grekët kishin politikën e tyre të spastrimit etnik të Shqipërisë të Çamërisë, me qëllim që pasaj të ushtronin presion mbi Shqipërinë e Jugut. Është shumë strategji largpamse, do thojë e zezë për ne shqiptarët, por është largpamse. Pra donin që territorin e vet ta kishin spasuar nga shqiptarët, dhe pastaj siç ka ndodhur pastaj, pas kësaj kohe, të ushtronin gjithë fuqinë e tyre politike, diplomatike, ekonomike, agjenturore etj. Për të gëlltitur Shqipërinë e Jugut, për të zhbërë pra Shqipërinë e Jugut si krajinë shqiptare dhe për ta aneksuar ose për të krijuar atje influenca shumë të forta kundërthënëse ndaj shtetit shqiptar. Kështu që qeveria shqiptare, përpjekjet e para Mithat Frashi ka pas biseda shumë të tendosura, shumë të do thoya unë të acaruara me ministrin e jashtëm, me kryeministin grek të asaj kohe etj. Pastaj në fund qeveria shqiptare i bëri edhe një propozim qeverisë greke që përdesë ju doni ti dëboni shqiptarët, nëse duam të ndërtojmë një politikë korrekte me njëri tjetrin, atëherë bëjmë shkëmbimin vullnetar të minoriteteve, pra të ndrohen minoritarët grek në Shqipërinë e Jugut me shqiptarët e Çamërisë, ndonse këtu edhe kështu Shqipëria ishte e humbur, kuptohet se popullsia çame ishte jo që ishte shumë më e madhe në numër, por grekët në Shqipëri ishin buq, pa tokë, shumica. Nësa atje kemi një popullsi shqiptare që është e gjitha pronare, kush pronari i madh, kush pronari. Edhe me sa informacion nga unë konsiderohet si pjesa më e pasur Po pra, kishte disproporcion të madh, por të paktën të mos trajtoheshin në atë mënyrë antihumane dhe të vuanin ata pasoja, sepse pastaj ne kemi dokumentacionin këta ku shkuan në Turqi,
shumica e madhe e tyre kanë vuajtur jashtëzakonisht shumë. Pa ngelen rrugëve, shumë veta dhe vdiqën, nga uria, nga mjerimi etj. Dhe pastaj u përpoqën që të ktheheshin në Shqipëri si refugjat në shtetin shqiptar, po dhe shteti shqiptar pranoi disa, po nuk kishte fuqi ti menaxhonte vendi varfër shumë Shqipëria sa ishte formatuar. Po të shikojmë buxhetet apo gjendjen e Shqipërisë asaj kohe, ka qenë shumë e mirë, do thotë, ka qenë që ishte arka ishte bosh, kur në vitin 1920 kur vendos qeveria e Lushtis për shembull në Shqipëri, nuk kishte asgjë në arkën, kishte arkë shteti domethënë. Dhe ishte vatra e Amerikës e para që bëri një uhat të madhe dhe që i dërgoi parat e para, do thotë, serioze që filloi të më këmbësh pak që të paguheshin në shërbimet qeveritare apo në punësit apo kështu. Kështu që ishte një gjendje shumë të miruar, domethënë, që të vendosen emigrantët nëpër territoret e caktuara, duhet të mbështet financiarisht, duhet të ndërtojnë shtëpia, të ndërtojnë staf për menaxhimin e tyre. Po, ata s'kishin asgjë, ishin dëbuar me dhunë. Kështu që grekët u përpoqën të lozin me shqiptarët, fillimisht nuk e kundërshtuan idenë e shkëmbimit, sa të mbaronin punën, me fjalë, pastaj e kundërshtuan me forcë, kuptohet. Atëherë qeveria shqiptare u drejtua lidhjes kombeve, ka pas edhe në lidhjen e kombeve debate të forta, me Difrashi ishte në lidhjen e kombeve, Mitati ishte në Athinë, me Diu në lidhjen e kombeve, përplasje nda me delegacionin grek atje, po dhe me krerët e komisionit mix, të cilët, si thosh, bën një plebishit në Greqi, duke e ditur mirë që popullsia ishte në ndhëdhunë. Një plebishit do mund bëhet se ku do të shkojë një popullsi kur ajo është në ndhëdhunën ushtarake dhe të bandave. Ka drejtën e vetvendosjes. Po, s'ka mundësi. S'ka mundësi. Fillon dhuna. Kështu që ka debate, kam botuar 2 vëllime për historinë e minoriteteve midis Greqisë dhe Shqipërisë, edhe i kam parë gjithë dokumentacionin të asaj kohe, britanik, francez, italian, gjithë ato që duhet, shqiptar po, dhe është pasuruar e plot në detaje gjithë kjo histori. Çfarë ka ndodhur fshat për fshat, do thonë vit për vit, muaj me muaj, çfarë ndodhi dhe si u kriju gjithë ky proces i spastrimit etnik. Pastaj qeveria shqiptare u drejtua fuqive të mëdha. Në atë parë Britanisë Madhe. Tu do shpjegoj pak politikën e Britanisë Madhe, që ai ishte fuqia, se thosh, ai ishte superfuqia e kohës. Jo vetëm europiane, po dhe botërore. Amerika atëherë nuk ishte ende ajo fuqia e madhe që kemi njohur më vonë. Kjo ishte ajo mbretëresha e deteve, perandëresha e deteve që nuk dihesh se ku lind dhe ku përëndon dielli. Pra edhe në Europë ishte më e fuqishme, Franca ishte në pozitë më minore, por prapë ajo ishte në koalicion me francezët, në aleancë, pas traktatit Versailles, dhe qeveria shqiptare ka bërë shumë kërkesa, argumentime në Londër. Unë kam marrë arkivat britanike dhe shqiptare dhe i kam pa të gjitha këto, me shumë profesionalizëm, me shumë maturi, pra e më përpjekur qeveritë shqiptare të kësaj kohe, që nga 1923, pra që fillon procesi, e deri në 1926, por dhe mrapa, kuptohet, kur ndërpritet përkohësisht, spastrimi etnik, do ta shpjegoj sepse u ndërpre, ka bërë përpjekje serioze për t'i thënë britanikëve që duhet ndalojnë spastrimin etnik në të shqiptarëve, ose të pranojnë të mbështesin shkëmbimin e minoriteteve. Britanikët i kundërshtuan në mënyrë kategorike shkëmbimin e minoriteteve. Pra, mbajtën pozicionin pro-grek. Pse e mbajtën? E para kishin interesa më të mëdha në Greqi. E dyta, ata kishin stabilizuar një rend botëror pas luftës së parë botërore, se ishin fituesit. Dhe ishin ata përfituesit më të mëdhenj për këtij rendi, sepse kush bën një konferencë paqe që ka fituar luftën, ai është si thosh polici që vendos rregullat. Dhe ai polici i vendos në favor të vet ato rregullat, kuptohet. Dhe nuk donin tani që të kishte fërkime në Ballkan, konflikte në Ballkan. Dhe duke dashur ta ruajnë të stabilitetin, e kishin më të kollaj të shtypin më të doptin, që ishte qeveria shqiptare, pra të drejtat e saj. Dhe kësaj nga njëra anë mbajtën në presion të fortë që të mos prekte, do thoya, asnjë të drejtë nga minoriteti, jo mos pastrimi që jo, por dhe asnjë të drejtë, se pati zëra atëherë në Shqipëri, se duke pa që çfarë po bëhesh atje, patën të reagojmë edhe ne. Në një mënyrë, kuptoni? Kështu që shteti shqiptar kërcënohesh me zhbërje, kuptohet, nëse do të ndërmerrte hapa të tilla. Dhe Zogu, që ishte në vitin 23 ishte kryeministër, Zogu, dhe pastaj prapë në 25 bëhet
president. Ashtu Zogu e kuptoi, ishte politikan realist, Mitat Frashi, pra aty ka pas një konflikt midis Mitat Frashit dhe Ahmet Zogut, se Mitati i këngulte. Mitati ishte intelektual, ishte patrioti me zemër idealist më shumë. Po, me zemër shqiptari tamam, por nuk kishte formatin e shtetarit, domethënë siç e kishte Zogu. I bënte presion që të dëboheshin grekët në mënyrë të dhunshme, grekët e Shqipërisë Jugut. Ndërsa Zogu nuk pranonte sepse ishte në presionin e madh ndërkombëtar dhe i dinte pasojat dhe konsekuencat që do kishte ky veprim. Pra rikthehesh presioni italian, rikthehesh traktati i fshehtë i Londrës dhe zhbëhesh pavarësia e Shqipërisë. Pra do humbisje shumë më tepër dhe nuk fitoi asgjë. Kështu që Zogu qëndroi korrekt me minoritetin grek, duke zbatuar traktatet e lidhjes kombëve atëherë dhe grekët realizuan në këtë kohë spastrimin total të shqiptarëve të Maqedonisë Perëndimore, pra si thash unë të Kosturit, Voshtinës, Follorinës, Kornicës, Janinës, zonës periferike të Selanikut e tjerë, që sipas të dhënave që jep Mitat Frashi, mendohet që ka qenë rreth 50.000 banor që u larguan me dhunë të gjithë, dhe në këtë zonë s'meti asnjë shqiptar më. Dhe i dhanë goditjen e parë serioze edhe popullsisë shqiptare të Çamërisë, duke dëbuar rreth 20.000 veta në Çamëri. Gjithsesi, kompaktësia e saj mbeti e madhe, sepse ishte një popullsi e madhe dhe kompakte shqiptare, por pastaj grekët do ta vazhdonin në edicion të ri, spastimit etnik, shumë herë do të flasim pastaj, shumë herë më të përgjakshëm dhe më të dhunshëm, që do të vinte në periudhën e luftës së dytë botërore. E theksoj këtë, sepse gjithë propaganda greke dhe historiografia, pjesa dërmuese e historiografisë greke, pasi sot kanë dalë dhe historianë grek që janë serioz, edhe që këto gjëra që themun i kanë argumentuar, pra janë dy persona, Jorgos Margaritis, që vetë vërtet është mendje hapur dhe objektiv, i cili ka thënë, ka i shkruajtur një libër Bashk Patriot të padëshëruar, titullohet, pra i jep tamam përcaktimin që ne si deshëm, grekët si deshëm do, dhe i përzun. Por e rëndësishme është që ne kemi provuar shkencërisht me gjithë këtyre burimeve që dëbimi i shqiptarëve nga Greqia në vitin 44-45 nuk kishte një incident që lidhet me fakti që ata ishin pro-gjerman, por ishte një proces konsistent, i gjatë, i orkestruar apo i planifikuar shumë mirë nga të gjitha qeveritë greke, që pas pushtimit të Çamërisë, aneksimit të Çamërisë nga Greqia, pra thash që nga ekzekutimi i 72 krerëve, që ishte fillesa dhe paralajmërimi se çfarë do ndodhte mbrapa, e të gjitha këto gjëra që unë po përmend, faza më e parë masive e shpopullimit ishte kjo që thash shkëmbimi i popullsive greko-turke, që u hoqën 50.000 shqiptarë nga zona e Maqedonisë perëndimore në kontrollin grek dhe rreth 20.000 shqiptarë nga Çamëria që u dëbuan, por në vitin 1925, në fillim të 26, aty nga marsi i 26, se është dati presionit qeverisë shqiptare, se e shtoi presionin qeverisë shqiptare, se po goditesh tani Çamëria se shqiptarët e Maqedonisë perëndimore ishin dëbuar. U mbaru ashtu, por edhe për një arsye tjetër, që është shumë e rëndësishme, do ta themi. Për arsye se shteti shqiptar u konsolidua, filloi të konsolidohesh, sepse me gjithë përpjekjet e qeverisë shqiptare në vitet 23, 24, edhe 25, grekët përfituan shumë nga destabiliteti politik të Shqipërisë. Ju e dini që në këtë kohë kemi në Shqipëri grusht të shteti ose tentativa për grusht të shteti, kryengritje të brendshme, lëvizje që kulmojnë me kryengritjen e qershorit, e cila edhe kësaj në këtë drejtim ka bërë një dëm, domethënë, sepse destabilizoi vendin. Madje britanikët në pas saj arritën në konkluzionin që duhesh zhbër pavarësia e Shqipërisë, pra, duhesh vënë në pikpyetje përsëri pavarësia e Shqipërisë. Dhe shqiptarët do të kemi të nxjerrim mësime nga historia edhe nga rrugë, sepse i mençuri nxjerr mësime nga dështimet, jo nga fitimet. Roli i historisë kjo është, po, pra se fakti që historia përsërit vetën përsërit gatimet. Shumë i dobët, megjithse delegacionet e tij luftonin përpara kancelarive të fuqive të mëdha për të mbrojtur shqiptarët,
fuqia ishte shumë më e pakët se vetë shteti brenda ishte i Pra kemi një përfaqësim denjësisht për shqiptarëve të asaj kohe, pavarësisht po shteti brenda ishte shumë i dobët. Situata ishte vështirë. Nësa kur vjen zogu në 25-ën, gjëja kryesore që ndodh është stabilizimi i shtetit dhe konsolidimi i shtetit. Dhe presioni tani mbi Greqinë ishte edhe më i madh. Por nga ana tjetër, edhe vështirësia e Greqisë ishte më e madhe. Se nëse në zonën e Maqedonisë kishte oaze të veçanta shqiptarë, këtu ka një zonë kompakte me shqiptarë. Dhe atëherë grekët u detyrohen në lidhje kombeve dhe përpara fuqive të mëdha deklarojnë shkëmbimin të mbaruar, të përfunduar, pra nuk do ketë më shkëmbim të shqiptarëve të Çamarisë dhe ndalon shkëmbimi në kuadrin e shkëmbimit popullsive greko-turke. Por pas kësaj fillojnë probleme të tjera, sepse një pjesë e madhe e pronave të shqiptarëve që shqiptarët ishin aty ishin marrë se gjoja do shkëmbeshin, se çfarë bëhesh aty për shembull. Edhe pa u bërë shkëmbimi, grekët fusnin në këto të ardhurit, emigrantët që vinin në kolonët, që vinin nga Turqia, pra nga Azia e vogël, dhe i vendosën shtëpitë e shqiptarëve. Dhe shqiptarët ishin nxjerrë nga shtëpitë e tyre. Tani duheshin, me që këto shqiptarë ishin konsideruar dhe nga komisioni miks të pashkëmbyshëm të Çamarisë, duhesh që t'u ktheheshin pasuritë. Ktu fillon kalvari tani që grekët nuk ka kthejnë pasuritë. Pse s'u kthejnë? E para se kishin strehuar kolonët e tyre. E dyta, duhesh të vazhdonin presionin që të iknin vetë. Pra, vazhdonte presioni pa jetuar jeta. Po ta bënin të vështirë jetesën e tyre. Dhe sigurisht nuk ju dhanë asnjë të drejtë, edhe pse u konsiderua minoritet shqiptar, edhe nga lidhje kombëve, nuk kishin asnjë nga drejtat që kishte minoriteti në Shqipëri. As të drejtat e shkollave, as të drejtat e përfaqësimit politik në parlament apo në ashtu, as të drejtat e qeverisjes lokale, pra që komunat i drejtonin vetë etj, siç është pushteti lokal. E shumë të drejta të tjera, domethënë. Kështu që ai, si thua, shtypja dhe presioni vazhdon, por vazhdon me metoda administrative, pa duke ndërprer fushatën e dëbimit, por ama duke e nxitur që vetë shqiptarët të largoheshin. Dhe mekanizmi që ishte më themelor që u përdor në këtë kohë, ishte që edhe ata pasuri që ktheheshin, duke ushtruar presion mbi shqiptarët, se vazhduan përsëri këto kontrollet për armbajtje, se thash pa leje, kështu me radhë. Mekanizmat institucionale që kanë përdorur. Kriju banka si e Greqisë, banka bujqësore e Greqisë, si mekanizëm që t'u jepte kredi grekëve që të blinin pronat e çamëve. Dhe krijoheshin lehtësi të mëdha për çamët që t'i shisnin pronat grekëve me shpike, kuptohet sa më të leverdishme për grekët, me qëllim që vetëm ta të hiqin, sa ai që shet pronën, do hiqi, nuk do të rrijë, nuk do të qëndrojë. Pra ka përsëri një rrjedhje, po me metoda të tjera. Dhe në këtë situatë e gjen Çamërinë fillimi i luftës së dytë botërore. Profesor, lufta e dytë botërore pak a shumë e dim nëse si rrodhi dhe akuza që u ngrit ndaj çamëve, edhe që solli dhe fatkeqësinë më të madhe që ata përjetuan. Pas vitit, pas fundit, pas përfundimit të luftës së dytë botërore, kemi një tentativë për shtypjen e zërit të çamëve, flas në Shqipëri. Po, shiko, unë do t'i përgjigjem pyetjes tuaj, por do të theksoj ja dy gjëra, sepse nuk i din mirë dhe për luftën e dytë botërore. Din shumë pak njerëz. Kjo është roli sot, po kjo do të bëjmë, ti theksojmë edhe po se do të bëjmë. Shiko. Për shembull, do të theksoj këtë që është shumë e rëndësishme, se është vijimi i gjithsej politike. Kur fillon lufta e dytë botërore, pra kur pushtohet më saktë Shqipëria nga Italia fashiste, italianët u vendosën në kufi me Greqinë, sepse ata ishin ushtria pushtuese në Shqipëri. Grekët marrin masa tani që se e dinin që italianët mund t'i përdornin popullsinë çame për interesat e tyre kundër Greqisë. Marrin masa dhe bëjnë listat e shqiptarëve të Çamërisë, të cilët do të burgoseshin, internoheshin e të tjerë, sa po të fillonte një agresion grek ndaj se mendohesh do kishte se Italia do shtrihej në Ballkan. Qeveritë e kuptonin politikën, edhe pse Greqia i deklaroi italianët që ne mirëpresim fqinjësinë e re që u kriju tani midis nesh etj. Ata e dinë, kishin frikën që Italia do sulmonte edhe Greqinë, do kontrollonte gjithë Ballkanin. Dhe kur Italia e sulmoi Greqinë në 25 tetor të vitit 1940, ka ndodhur precedenti më i pashëmbullt.
të gjithë burrat çam të moshës që ishin moshë aktive, që mund të ishin luftëtar të mundshëm, pra nga mosha le të themi 18 deri në 50 vjeç, u morën dhe u internuan në ishujt e Greqisë. Pra u rëmbyen, pa bërë asgjë. Kjo është shumë e rëndësishme për të kuptuar se çfarë vjen mbrapa, pastaj. Do të thonë, një popullsi e pafajshme, e cila mirë që ishte shtypur deri tani, por tani merret dhe internohet dhe ata janë keq trajtuar në mënyrë më poshtruese, sepse grekët bën një propagandë që këta janë tradhtarë, këta janë kolona e 5 që do të jenë në shërbim të italianëve dhe u rrahën rrugës nga popullsitë e gërsuara greke, u pështyn, u poshtruan etj dhe u mbyllën atje, me thënë drejtën ka pas edhe grek që nuk e pranonin këtë lloj trajtimi, si edhe tani është poshtruese, shumë domethënë kriminale, ashtu. Gjithsesi ata u burgosën dhe ata u liruan nga internimi vetëm kur Greqia pas disa muajsh, pra kur Greqia u pushtua nga forcat gjermane, se italianët dështuan në pushtimin e Greqisë, e humbën luftën me Greqinë, madje Greqia pushtoi edhe Shqipërinë e Jugut, pushtoi Korçën, pa i theu shtoi italianë dhe pushtoi edhe Korçën, edhe Gjirokastën, Shqipërinë e Jugut. Dhe në prill të 41-shit, pastaj Greqia pushtohet nga ushtritë gjermane dhe këta u liruan atëherë kur Greqia ra në kontroll në forcat gjermane, në gjendje si mos për keq, erdhën në fshatrat apo në qytetet e tyre, në shtëpitë e tyre, dhe pra u kultivu dhe një dhunë tjetër paraprake preventive që i acaroi gjërat. Pastaj në kohën e pushtimit, se me të vërtet Greqia u pushtu nga gjermanët, por çamëria u la përsëri kontrollin italian. Pra se ishin aleat Italia me Greqinë. Nazistë. Tani gjermanët dhe italianët, po dhe pushtimi gjerman, ndoqën një politikë dyfisht. E para me grekët pro-gjerman dhe pro-italian ndërtuan qeveria e famshme e Realisit, po ajo që kishte edhe institucione në çamëri. Pra ishte xhandarmeria greke në çamëri, e cila vazhdoi të bënte zullume përsëri mbi popullsinë shqiptare. Po, pra vazhdonin armiqësitë. Tani me të vërtet popullsia shqiptare kishte akumuluar nga gjithë ato që kishte hequr dhe problemi kryesor ishte problemi i pronave që ishin grabitur dhe kërkonte kthimin e pronave. Pra kishte tension të madh në çamëri. Po vazhdonte përsëri kjo xhandarmeria greke të ushtronte një dhunë mbi popullsinë. Atëre, meqenëse situata ishte shumë konfliktuale, italianët lejuan që të krijohesh një xhandarmeri shqiptare, po jo zyrtare. Pra kjo ishte xhandarmeria zyrtare. Kjo sigurisht e bëri edhe më konfliktuale situatën, por gjithsesi këto nacionalistë shqiptarë krijuan një komitet kombëtar në çamëri, i cili do të administronte territorin dhe të mbante popullsinë, si thosh, ta administronte, ta drejtonte, sepse ka nevojë një popullsi për tu menaxhuar. Po. Dhe sigurisht që këta donin të shliroheshin nga Greqia. Por pikërisht të këtu vazhduan konfliktet, pati një kohë, si thosh, që të dy palët e mbajtën deri diku stabilitetin dhe qetësinë, pastaj filluan vrasjet nga nacionalistët grek të disa krerëve çam, pati kundërveprime tash nga shqiptarët, për shembull shqiptarët në kohën e gjermanëve bashkëpunuan me ta, dogjën Gliqinë, disa fshatra aty që bërë ata krime përpara, dhe kjo e acaroi shumë situatën e dispalëve, kjo u vazhduan armiqësitë. Pra, nuk është se u krijuan në këtë kohë, por ishin në vazhdim gjithë këto procese. Ato duke trashëguar me sinë tjetër greke. Këtu tash ndodh ajo thyrja e madhe, kur në momentin final, kur do iknin gjermanët, pra në qershor të vitit 1944, gjermanët fillojnë tërheqjen nga Greqia. Forcat e djatha greke, të kontrolluara nga Napoleon Zerva, që ishte forca më e fuqishme e djathtë greke, që kishte influencë të madhe dhe ushtarë në çamëri, mbështetje të madhe nga grekët dhe nga ortodoksët shqiptar filo-grek të greqizuar, pasi ishin vetëm grekët. Kishin vepruar dhe ideologjikisht kishin patjetër. Kishte vendosur ta zbatonte përfundimisht paslimin e plot të çamërisë në projektet e veta, dhe ai u kërkon britanikëve, misionit britanik, që fillimisht do thoya këtë që Zerva ishte si thosh në një lloj marrëveshje të heshtur me gjermanët, para se gjermanët largoheshin.
Dhe britanikët që kishin dhënë shumë para dhe mbështetje i bën impresion që ky të luftonte kundër gjermanëve. Por ai, sa ishin gjermanët të fortë në Greqi, nuk luftonte kundër tyre sepse donte të ruante forcat e veta për t'i pas për në fund për atë që thamë zgjidhje finale me shqiptarët. Dhe kur gjermanët filluan të rriqen, ai kaloi në pozicion anti-gjerman, pastaj filloi sulmin kundër gjermanëve dhe pasi kishte filluar sulmet kundër gjermanëve dhe pasi po bëhesh gati për të hyrë në Çamëri, ju kërkon misionit britanik, që drejtohesh nga koloneli Woodhouse, quhesh ai koloneli, i kërkon që t'i jepte okejin, lejen për të spastruar shqiptarët e Çamërisë, pasi këta mund të ishin një rrezik për rezervën, sepse mund ta godisnin prapa krave. Dhe shefi misionit britanik, ky koloneli që përmenda unë, ka shkruajtur vetë raportet që i shkruan në Londrës, që unë i kam parë me sytë e mi, dokumenta origjinale, i thoshte që unë i thash okay, kryes pastrimin etnik të Çamërisë, pa dëboj shqiptarët, thotë, sepse ne na interesonte, thotë, lufta e tij kundër gjermanëve. Sa më shumë gjerman të vriste ai, më mirë pra shqiptarët, ashtu, dhe thotë, mirë ishte që kjo popullsi e padëshiruar, thotë, të dëbohesh nga kjo popullsi e padëshiruar. Pra, kjo tregon që ai ka qenë përpunuar ideologjikisht. Tash politika britanike që përpara ka këtë lloj kahje. Po. Edhe në këtë kohë se shefi i misionit britanik ishte me shumë influencë në këtë kohë, tash Britania ishte fuqia kryesore aleate me ndikim në Ballkan. Dhe thot ai pastaj thot, unë ja dash okay, thot, por thot, ai thot për të la veten tani ky generali për ta justifikuar veten, e bëri spastrimin thot me metoda të përgjakshme ballkanike. Pa jo demokratike. Thot dokumenti pra. Që s'mund të ketë spastrim demokratik, spastrimi njeriu nga shtëpia vet. Se mund të jetë ajo. Po pra, e bëri. Shumë unë kam botu këto dokumenta në kam bërë studimin marrëdhënie me Greqinë. Kam bërë 2 botime atë 2 volume, të cilët kanë dalë respektivisht në vitet 2002-2004. Njëri quhet Tensioni greko-shqiptar, 1939-1949, tjetri është Greqia dhe Shqipëria paqja e vështirë, kur tentohet për të rivendosur marrëdhënie diplomatike në periudhën e komunizmit nga 49 deri në 90-ën. Kur kam parë arkiva britanike, amerikane, shqiptare etj. Dhe kam shkruar historinë e plotë të kësaj të raporteve shqiptaro-greke. Pra, do thoya që e përgjegjësi ka edhe ky misioni britanik për shpastrimin etnik të shqiptarëve. Po, patjetër. Ç'është e vërteta, britanikët u përpoqën të realizojnë një marrëveshje midis nacionalistëve çam dhe zervës. Por nacionalistët çam pranuan që të kishin bashkëpunonin me zervën, pra në kuptimin që të luftën kundër nazizmit. Po ta mbështesin ata kundër gjermanëve etj. Por doni një garanci nga britanikët, para qeveria britane e Londra, që zerva nuk i kthehesh me t'i godiste fshatat qytetet pra do ndalonte mos i cunonte spastrim, mos realizohesh spastrimi etnik. Pra mos prekeshin shqiptarët nga zerva. Qeveria britanike nuk pranoi të jepte garanci. Edhe kjo është shumë e rëndësishme. Edhe kjo është dokumentuar. Pra Londra i tha misionit vet që jo, ne nuk japim asnjë garanci. Pra, ju bashkëpunoni me zervën, por zerva do ju kthehet ju dhe nuk ka kush ju mbron askush. Atë ndodhi kjo thashun, pasi filloi masakrat në Paramithri, nga qershori në tetor, nëntor, domethënë ndodh gjithë procesi i spastrimit etnik. Pasi spastrohet etnikisht Çamëria, ndodh ajo përplasja midis forcave të djatha dhe të majta në Greqi, dhe forcat e majta greke vendosin kontrollin mbi Çamërinë, pasi ishte vështirë spastrimi etnik. Atëherë qeveria e Enver Hoxhës, se çamët erdhën në Shqipëri, domethënë, qeveria e Enver Hoxhës përpiqet të bëjë një marrëveshje me EAM-in grek, me udhëheqjen e EAM-it grek, që shqiptarët e Çamërisë të ktheheshin. Edhe u kthyen një 5000 prej këtyre shqiptarëve, të cilët u masakruan përsëri nga bandat e zervës. Sepse ndërkohë kur u kthyen këta, filloi raundi i dytë i luftës civile në Greqi, që quhet, dhe e majta u shtyp dhe u largua nga Çamëria, dhe zerva, forcat e zervë dhe Plastiras, generali Plastiras, u kthyen përsëri në Çamëri dhe i dëbuan edhe një herë tjetër këto familje që ishin rikthyer. Adresuar dhe ishin rikthyer. Dhe këtu pastaj kthehemi ke
ke pyetja juaj, domethënë, që bëhet ju, çfarë ndodh me popullsinë shqiptare të Çambërisë kur vjen në Shqipëri. E para, do thoya që popullsia shqiptare e Çambërisë vinte në Shqipëri, do thoya në një gjendje traumatike, e dëbuar, biles ka raste për shembull që kishin marrë nga i bokshë me plaçka, se kaq më mënë se kishim këmbë, se s'kishin makina ato. Ashtu kaq. Dhe një grua ka një ngjarje tragjike, domethënë, një grua kishte në njërin krah një bokshë me plaçka dhe tjetrën kishte fëmijën e vogël në bokshë. Dhe nga lodhja, stërmundimi, duke dash se s'po i mbante dot më, duke dash të hedhë bokshën e plaçkave atë qesën e plaçkave, hedh fëmijën në lum. Edhe lum mensh, pastaj e kuptohet. E kuptoi ç'bëri. Po e kuptoj vonesë. Ashtu. Aq që traumatike ka qenë situata. Unë kam parë shumë dëshmi dhe kam qenë në këto konferenca të çamit, dëshmi që i kanë lënë atëherë çamët, se janë në arkivin e Ministrisë Jashtme. Janë regjistruar. Dëshmit po janë. Ka shumë dëshmi për krimet që kryen grekët dhe për tmerrin që kanë përjetuar. Por ka dhe sot dëshmi të tjera dhe shumë autorë të tjerë, çam dhe jo çam, kanë bërë punë të lavdrueshme, që kanë mbledhur kujtime të refugjatëve çam që kanë qenë gjallë deri kohët e fundit, dhe sot ka ende të gjallë nga ajo kohë. Dhe kanë mbledhur, kanë bërë një punë të mirë, megjithëse do thoya që nuk është prapë nuk është bërë ajo që duhet bërë, se duheshin mbledhur edhe më mirë akoma, edhe më shumë akoma, dhe duheshin regjistruar në video, në audio, që të ishin dëshmi e madhe historike. Unë kam bërë propozime qeverisë që të krijonte ekipe për ta bërë këtë punë, se duhen disa njerëz për ta bërë këtë punë, kanë vite që kanë specializuar, por qeveritë tona si gjithmonë kanë halle të tjera. Ashtu e them në thojza këtë pjesën e halleve të tjera, kuptohet, se e dim se ç'po bëjnë me vendin tonë, por dhe e dyta kam kërkuar me ngulm që të bëhet një muze i genocidit. Sepse çam dhe mund ta bënë në gjëra, dhe muzei i genocidit ndaj shqiptarëve që kanë bërë fuqit ballkanike. Sepse nuk është vetëm genocidi çamëri, ka genocide të tjera. Nëse hebrejt kanë fituar pikë shumë, një nga këto ka qenë dhe ai muzeu që kanë ndërtuar ata, një në Amerikë dhe një në Izrael, në Tel Aviv. Janë muze botëror, pra janë bërë me standard të lartë, të vërtet, me cilësi të lartë, ama janë një atraksion i jashtëzakonshëm për shumë turistë. Mirë, po nga këtë mënyrë shpërndahet edhe në të gjithë këndin e botës, memoria kolektive botërore, jo thjesht e hebrejve. Pra është modeli. Masakrat dhe këto nuk janë më të pakta se sa të hebrejve. Po janë pa të dhimbshme, por nuk kemi shtetin që ta bëjë siç duhet. Kemi dhe intelektualë, specialistë të gatshëm për të punuar për ta bërë. Pra i kemi të gjitha gjërat, vetëm mungon qeveria. Tani të kthehemi përsëri ke pyetja juaj, se larguam. Si u 3 herë. Po, këta erdhën në këtë gjendje, pjesë e popullsisë shqiptare i priti mirë, domethënë u përpoqën, po Shqipëria ishte e varfër vetë, një shkonin hallexhit tek hallexhit, domethënë popullsi të varfër, gjithsesi u bën përpjekje. Edhe qeveria komuniste mori disa masa, por nga dokumentat që kam parë unë, britanike, se ata ishin më të paanshme, theksojnë që nuk bën thot atë që mundin dhe atë që duhet. Pra, sepse ndaj popullsisë shqiptare të Çamërisë kishte një paragjykim nga komunistët që në fillim. Dhe komunistët mendonin që këta do të jenë në ndikimin e reaksionit. Sepse që qenë e djatha shqiptare atje, e kuptoti, dhe kishin frikë se këta mund të ishin agjentë amerikanëve, domethënë ajo paranoja e tmerrshme. E njëjta gjë i ka shoqëruar edhe shqiptarët e trojeve të tjera kur patjetër, pra po me këto fillon që këtu dhe britanikët e kishin piketuar këtë nga dokumentat britanike. Nuk e kemi gjetë dokumentat shqiptare, se nuk shprehet domethënë, por në dokumentat britanike ata i kanë bërë raportet e qarta se ishte misioni britanik në Shqipëri, që kishte kontakte me çamët, edhe me autoritetet shqiptare, me të gjithë. Dhe ka lënë këtë dëshmi që nuk bëri atë që duhet, për arsye se administrata e re komuniste i paragjykonte, nuk i trajtonte në mënyrë miqësore, më shumë kishte dyshime me ta. Nëse gjithsesi ata u vendosën në krajina të ndryshme të Shqipërisë, më shumë në Shqipërinë e Jugut, në Konispol, në Sarand, në Vlorë, në Shqipërinë e Mesme, etj, në Myzeqen, në Kavaj, në Durrës, në Tiranë, erdhën etj.
ku ndërtuan një jetë, një popullsi e vuajtur, por e cila ishte shumë inteligjente dhe nga e halli i bën njerëzit që të jenë edhe kërkues shumë dhe inteligjente dhe shumë disiplinuar, edhe shumë agresiv ndaj jetës në kuptimin që kërkojnë ndaj vetes. Urim me këmbën. Po, urim me këmbën. Urim me këmbën sot është, do thoya, nga pjesa do thoya segmentet e popullsisë më vitale të Shqipërisë. Por ama gjithçka e bën me punë, me djes dhe me ndeshmëri në vend, por me sakrifica mbi gjitha mbi njerëzore. Tani, përveç të vrarëve në Çamëri që ishin ja 2500 të vrarë që u masakruan nga grekët, kosta e tjetër ishte që po kaq vdiqën gjatë kohës që erdhën në Shqipëri. Pra, se erdhën në kushte të vështira të emigracionit, në periudhën e dimrit, më është një pjesë e madhe. Kështu që u përballën me vështirësi të jashtëzakonshme. Edhe vdiqën fëmijë, pleq, këta që pjesa më vulnerabël, e kupton, ndaj agjentëve atmosferik dhe vështirësive, nga smundjet, ngjitse etj. Pra, pati humbje shumë dhe, pra paguan një kosto shumë të madhe kësaj. Qeveria komuniste pasaj bën një veprim që ishte shumë i rrezikshëm. Në vitin 1946-49 në Greqi është zhvilluar raundi i fundit që quhet i luftës civile, raundi i tretë i luftës civile midis të majtës komunistëve grek dhe të djathtës greke. Në Greqi është zhvilluar luftë shumë e përgjakshme, me pasojë të jashtëzakonshme për Greqinë. Dhe komunistët grek, Partia Komuniste Greke, i kërkoi Enver Hoxhës që të përdorte edhe emigrantët çam në Shqipëri, edhe parashikoheshin 4000 forca nga këto burrat çam, të dërgoheshin, të mblidheshin nga qeveria komuniste shqiptare, të organizoheshin dhe të dërgoheshin, bashkoheshin me ushtrinë komuniste greke që të ftonin kundër në luftën civile në Greqi. Enver Hoxha e pranoi këtë, sepse kishte dy qëllime. E para donte të imposhte kundërshtarët e vet të djathtën greke, pra ishte internacionalist, ndihmonte Partinë Komuniste greke, sepse ka bërë veprime tjera të rënda që ishin shumë të rrezikshme, po ky ishte një nga më të rrezikshmit. Dhe e dyta donte edhe që me këtë rast i largonte edhe çamët. Pra, nga Shqipëria. Të ishte qafe nga Shqipëria. Zhargonin popullor. Po kishte dy qëllime dhe pranoi. Edhe filloi një fushat gjoja vullnetare për të mobilizuar burrat çam për në ushtrinë komuniste greke. Po çuditërisht qeveria komuniste shqiptare u përball me një rezistencë të madhe. Popullsia çame, burrat çam kundërshtuan. Edhe ata që ishin të djathtë, edhe ata që ishin se kishte edhe komunistë midis çamëve. Të majtë, e kupton? Madje të majtët ishin kundërshtuar dhe hapur sepse kishin një lloj autoriteti më të madh përpara komunistëve, po dhe të djathtët. Atëherë fillon mbi popullsinë çame fillon tash të ushtrohet një dhunë. Pas kësaj, se dështoi, arritën të mbledhin një 50 veta, 60 veta që ishin vullnetarë, entuziastë që riosh, që nuk e kuptonin se çfarë. Edhe ata shkuan fare, domethënë, po domethënë nuk u realizoi objektivi për të mbledhur 3000, 4000 që mendohesh veta. Kështu që dështoi fushata e Partisë Komuniste, aty ushtrua presion, ushtrua dhunë që ata tash, por popullsia shqiptare kundërshtoi që nuk futemi ka shumë parrulla që përhapen në këtë kohë midis çamëve, nuk shkojmë në Greqi të luftojmë në flamurin grek, por nëse shkojmë në flamurin e ushtrisë shqiptare, pra nëse doni që ne shkojmë si komb shqiptar, të luftojmë jo në luftën civile greke midis palëve në Greqi, se do ishin mish për top atje. Edhe në fakt Enver Hoxha e bëri këtë në vitin 48, kur ushtria komuniste greke kishte pësuar goditje të forta, të aftashme nga e djathta greke, e cila mbështetet nga amerikanët dhe britanikët. Pra, kishte marrë atë pjetën, pra e kishte sigurt që edhe kjo popullsi, jo që fitonte gjë, por shkonte dhe e linin kokën atje për interesat e komunistëve grek. Kështu që pas saj fillon tani përndjekja edhe e komunistëve, atyre komunistëve që kishin bërë rezistencë. Që nuk pranuan që të bashkoheshin. Edhe të djathtëve, pra këtyre që ishin ditur me dinajt e me tjerë. Pra ka një, prandaj popullsia çame përndiqet në dy krahët, pra ka një përndjekje sistematike, nëse popullsitë tjera kanë ke djathta, pjesa tjetër e popullit shqiptar tek e djathta, këtu ka përndjekje edhe ke e majta. Këtu e ka bazën edhe ajo i ashtu quajtur komplot më vonë Temesekos. Pra këtu fillon ajo paknajësia dhe mosbesimi ndaj komunistëve dhe të majtëve
Çam. Kështu që u shmang kjo, se kjo do kishte qenë shumë më e rëndë akoma, dhe do thoya edhe diçka tjetër që për të zgjidhur çështjen Çame pas kësaj kohe, në fakt qeveria shqiptare fillimisht bëri një kërkesë misioneve aleate që ishin në Shqipëri, por aty e ndaloi që popullsia Çame të kthehesh. Misionet aleate nuk reaguan. Qeveria greke në këtë kohë kundërshtonte me forcë që nuk pranonte të kthente, me pretekstin gjoja se nuk mund të ruante jetën e tyre etj, por nuk pranonte kthimin e tyre. Do thonë, i thoshte që ktheheni, po do të masakrojmë prapë fjalë. Do të ketë një fat. Po, pra ishte kundërshtuese e fortë, pati takimet të delegacioneve Çame me qeverinë greke, nuk pranuan. Dhe këto ne kemi dokumentuar. Pra, ai ishte e vendosur që kjo qeveria tani që quhesh demokratike dhe ligjore greke, në fakt, ç'a bëri? Legjitimoi masakrën e Zervës dhe spasimin etnik që kreu bandat e të njëjtën me mentalitet. Po, pra këto janë vërtetuar dhe të provuara katërsipërisht, pra, dhe prandaj them që historia e Çamërisë është bërë e plot, fatmirësisht është bërë e plot. Sigurisht ka edhe gjëra detaje të tjera që mund të shoh, por edhe fuqitë aleate nuk pranuan as Shtetet Bashkuara të Amerikës, as Anglia, nuk pranuan që të ndërhynin si të që kjo popullsi të kthehet, sepse Çamët tu ju drejtuan dhe vetë misioneve britanike dhe amerikane në Shqipëri, por dhe letra i quan qeverive të këtyre vendeve, edhe organizatës së Kombeve të Bashkuara. Pra, i kërkuan që të ktheheshin në territoret e veta dhe duke theksuar që nëse kishte bërë dikush krime të përgjigjesh në mënyrë individuale në bazë të dhënave që kishin gjyqet. Dhe grekët, për t'i dalë përpara dhe i të keqe tjetër, bën një gjyq të famshëm në vitin 1947 në Janin, i cili dënoi në mungesë 2000 çap. Është më i madh se gjyqi i Nurembergut. Pra që nuk e dënuar aq veta në atyre që u dilin emrat mos guxonin ktheheshin. Po pra, domethënë se s'kishte mundësi të dënosh 2000 veta, e kuptoni? Pra, që ishte fars, kuptohet, ai gjyqi, po qëllimi ishte që këta mos kishin mundësi të, pra t'i vjesh dhe një barrierë tjetër që kjo popullsi të mos kanë përdorur të gjitha mekanizmat. Të gjithë mekanizmat. Pas saj qeveria shqiptare pas kërkesës që u bëri misione heshti, sepse u fut në problemet e brendshme dhe ishte në konflikt me se deri në 45-ën i pati, do të le themi ne, kishte disa raporte zyrtare. Mas incidenteve të kanalit Korfuzit, e kuptoni, dhe largimit misionet të turpshëm, e largoi me turp misionin amerikan, duke turpruar, i ka detyruar të hypin në barka kështu në rrezik. Po, edhe ata nuk e harruan asnjëherë, kuptohet. Dhe incidentet e kanalit Korfuzit, ajo e shkoi në rrugën e acarimit total me perëndimin dhe izolimit vet. Kuptoj që s'kishte fuqi të kërkonte të zgjidhte çështjen Çame në këtë kohë, dhe as kishte mendjen për ta bërë këtë, se interesi ishte pushteti dhe aleanca me Jugosllavët. Kështu që nuk pati më kërkesa për ta çuar përpara. Madje në vitin 1948 dhe 1949 u kryu një rast, do thoya unë, i shkëlqyer që popullsia Çame të kthehesh në vendet e veta, në shtëpitë e veta, sepse në kohën që zhvillohej lufta në Greqi, fuqitë e mëdha, edhe Bashkimi Sovjetik, edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, në organizatën e Kombeve të Bashkuara, në drejtimin e kryetarit të asamblesë, ka qenë quhesh Evat, quhesh ai, bëri një projekt që Shqipëria dhe Greqia të njihnin njëra tjetrën, vendosën s'kishin marrëdhënie diplomatike, vendosin marrëdhënie diplomatike, të ndaloheshin konfliktet të kufisë, se qeveria shqiptare furnizonte ushtrinë komuniste greke, po, të vendosesh kontrolli i OKB-s në kufi, kontrollin kufi, dhe të kthehesh, kjo është e rëndësishme, të kthehesh popullsi të minoritetet, pra dëbuar, pra refugjatët. Ata refugjat që ishin shqiptarë në Greqi, ata që donin ktheheshin, të ishin të djathtët, se kishte të djathtët në këtë kohë, të ktheheshin në Shqipëri dhe mos të prekeshin, dhe këta që ishin në Shqipëri të shkonin në shtëpitë e veta. Pra Çamët ishin përfituesit kryesorë këtu dhe ishte zgjidh problemi. Qeveria shqiptare nuk pranoi sepse ishte në presionin tani të qeverisë sovjetike. Nuk e pranoi. Pse? Se po të pranonte këtë, duhesh që të ndërpritesh furnizimi i ushtrisë komuniste greke, mbështetja e saj. Që bëhej përmes Shqipërisë. Po, që bëhej përmes Shqipërisë. Në Shqipëri kishte depo armatimi që vinte nga lindja, nga vendet komuniste, për të furnizuar një ushtri për 50.000 vetash. Aq shumë depo ushtarake, materiale ushtar kishte.
Kur ushtria komuniste greke ishte 25.000, pra sa dy fishi i saj ishte kapacitetit. po, madje kishte edhe spitale për kurimin e plagosur me rreze X, që ishin moderne për kohën, e kuptoti? Ishin spitale që ishin si rengas për komunistët grek që plagoseshin Edhe prapë se fituan luftën. Se sigurisht se fituan, se ishin në krahun tjetër, ushtria greke arriti në fund në 250.000 veta, pra këta u reduktuan në 25, ishin 50 në fillim, dhe u reduktuan në 25.000, po ata u armatosën me aeroplan Spitfire, me topa, dhe do të dish çfarë bën grekët me urdhën amerikane, me mbështetjen amerikanëve, spostun gjithë popullsinë e Greqisë veriore, e çun në Peloponez në jug, më në jug, dhe sepse gueriljet komuniste kishin mbështetje ke popullsia civile. Ta s'mund të godisin se nuk donin të godisin popullsinë civile greke. Atëherë çfarë bën? Spostun popullsinë dhe zona mbeti bosh. Dhe pastaj i kanë bombarduar me napalm. Pra i kanë bombarduar me këto aeroplane, shkatru, po. Deri këtu është ka qenë luftë shumë e ashpër. Greqisi ka kushtuar shumë kjo luftë, gati mbi 1 milion viktima. Ka qenë luftë shumë e tmerrshme midis tyre, por që fitoi e djathta greke fitojnë me mbështetjen e amerikanëve. Profesor, pyetjet fundit për këtë pjesë parë, pastaj të kthehemi çështjes me këndvështrim tjetër. A ka zgjidhje apo vetëm thjesht mbetet kjo retorika e rikthimit pronave? Shiko, është e vështirë të parashikojmë se çfarë do të ndodhi në të ardhmen, por do të thoja këtë që edhe në periudhën post-komuniste, desha them edhe këtë që Enver Hoxha bëri një veprim tjetër 53-shin që është shumë i dëmshëm, që u hoqi shtetësinë greke këtyre shqiptarëve çamërisë dhe u dha, mund të lente me 2 shtetësi, u dha shtetësinë shqiptare me vendim të Kuvendit Popullor, pra i dha dhe goditje. Pra që u zgjidh përfundimisht problemi. Po i dha dhe goditje, pra që i interesonte Greqisë nga ana ligjore. Por gjithsesi, në periudhën postkomuniste është ngritur, ju e dini se e kemi jetuar të kohë të gjithë, por unë mendoj që problemi themelor në këtë periudhë postkomuniste ka qenë dobësia e institucioneve tona. Për shembull, po ju them që edhe studimin që kam bërë unë, që i kam kushtuar vite kësaj pune, mbi 20 vjet të jetës time kam kaluar, e kam bërë në mënyrë individuale. Askush nuk më tha që shiko, ne kemi projekt. Po. Unë kam qenë në Institutin e Historisë, por të studi kam bërë duke menduar që ishte dhe po ta them se si ka filluar, domethënë. Në 94 ka filluar të studim. Kur ndodhen konflikti me Greqinë që u vran kufitarët tanë në fshatin e Peshkëpisë, drejtori i Ballkanit në Misinë e Jashtme, Petrit Kasemi, që ishte çamaj, edhe ai ishte çam, na vjen në institut dhe kërkon çfarë studimesh kemi ne për raportet me Greqinë. Dhe rezultonte që s'kishte fare studime instituti i kohës komunizmit, sepse si kishte lejuar regjimi, se nuk donte të futesh ke kjo vi studimi. S'ka pas as për Greqinë, nuk lejosh as për Kosovën. Për Kosovën vonu krijuan, nga fundi i viteve 70 u kriju një departament e fillun. Po deri atëherë, nësa për Çamërinë dhe për Greqinë nuk kishte. Edhe atëherë drejtori më tha mua, duhet të fillojmë bëjmë gjë. Po s'kishte as fonda, as buxhet, as gjë. Po i thashun, si do ta fillojmë? Thashë, do të shohim arkivat. Dhe problemi më është arkivat e huaja, si do shkojmë? Ne kishim rrogën 50.000 lekë atëherë. Kjo ishte, s'mund shkojmë me rrogën. Instituti s'kishte as i fond. Dhe ai më tha mua, shikoj, ai ka thënë llafe të bukur, tha. Ne dim tha që thot populli jon tha që kur bë dasëm, edhe kur bë shtëpit nimo Zoti. Pse mos themi tha që edhe kur filloi studim tha na nimo Zoti. E mirë tash, kështu do ta fillojmë tash po. Dhe ashtu na nimoi Zoti, si thonë Amit, sepse dolën mbështetje, po është histori e gjatë, domethënë shteti nuk asgjë, por dolën mbështetje të tjera duke kërkuar andej këndej etj. Gjithsesi u arrit që të shohim ato arkivat, se kjo ishte kryesoja, se çka është për arkiva do ishte për hotele, do hash buk, janë gjitha investime. Ka kosto, po. Po, ka kosto. Dhe u bë ky studim me fjalë që unë e raportet me Greqinë studiova nga viti 94 i përfundova në vitin 2004, pra 10 vjet punova që botova 2 volumet dhe pas saj kam punuar 10 vjet tjera për studimin e raporteve shqiptare greke lidhur me minoritetet. Pra çështjen e minoritetet. Kam botuar këtu 2 volume, po. Profesor, unë të falenderoj për këtë pjesë të parë. Të nderuar miq, në këtë do ta quaj pjesë të dytë, ndoshta edhe për shkak të gjatësisë së regjistrimit,
Unë du ta shoh me një problemi tashmë të vëllezërve ton çam në aspektin e një problemi etnik, një problemi minoritar. Duhet kemi parasysh që gjithë shtetet ballkanike në atë kohë ekzistonin etni të ndryshme që nuk i përkisnin po themi shteteve nacionaliste që u krijuan. Edhe nëse do ta shohim në aspektin makro, e njëjta vuajtje, e njëjta dhimbje është ndjerë pothuajse të gjithë etnitë e tjera. Tash profesor, nëse do t'i kthehemi shteti grek në aspektin demografik, sa përqind ishte grek i pastër edhe sa përqind e përbënin popullsinë e tij minoritarët? Po kështu edhe për vendet fqinjë shqiptare. Po, Greqia do thoja unë veçanërisht pas luftave ballkanike, pra pas vendimit që mori konferenca ambasadorëve, pas largimit perandorisë osmane nga Ballkani, mori shumë territore në rreth e qark në Ballkan. Dhe do thoya ishte ndër shtetet më të përziera etnikisht. 40% e popullsisë nuk ishte greke, etnisë greke. Aty kishte shqiptar, kishte turq, kishte vlle, Bullgar, kishte bulgar, maqedonë, pra që kanë problemin e emrit edhe sot e kësaj dite. Po. Dhe këto formonin hebrej kishte shumë hebrej. Ata ka qenë kudo, po veçanërisht në Selanik ka qenë me nam hebrejt e Selanikut e kudo. Dhe Greqia do të pas kësaj do fillonte pasi u bë e madhe, tani do fillonte procesin e spasllimive etnike për të bërë homogjene. Se ishte e madhe, po si ishte homogjene, kishte popullsi që i konsideronte të padëshirueshme, të huaja armiqësore. Sepse donte nacionalizmi grek, pra donte të krijonte një shtet që unik, do thoya, po homogjen grek. Dhe goditja u fillu nga gjithë minoritetet në mënyrë ballore. Por shqiptarëve, mor vllejve, mor hebrejve. Për shembull, me vllejët u kriju një situatë, unë e kam përshkruar këto në studimet e mia dhe shumë interesante, kur shkuan italianët atje në luftën e parë botërore në vitin 1917. Vllejët duke pas një mbështetje të italianëve, pra mendonin që do kishin mbështetje të italianëve, sepse mendohet që ata më shumë mund të jenë popullsi të romanizuara, se kanë një gjuhë që ka ngjashme ca pika me latinishten, ashtu, edhe italianët sigurisht që i kanë përkrahur vazhdimisht për interesa gjeopolitike të tyre. Vllejët formuan se kishin kompaksi në zonën e Pindit, formuan atë që quhet Republika e Pindit. Pra kriju një lloj republike autonome, një lloj separatizmi të brendshëm. Po, dhe që donin që të kishin lirinë dhe vetëqeverisjen e tyre në mbështetjen e italianëve. Dhe pasi u larguan italianët, grekët e shtypën dhe i masakruan, e shtypën me dhunë këtë kryengritje vleje për të krijuar një entitet politik të vetin. Madje ata kur e krijuan edhe Rumania, edhe Italia, mendonin që ky territor do ishte mirë në konferencën e paqes, se ishte bërë konferenca e paqes akoma, t'i bashkohesh Shqipërisë, sepse vllejët e ndjenin shumë më mirë veten, dhe ata donin vetë të bashkoheshin me Shqipërinë, sepse ndjenin veten më mirë në Shqipëri. Me që dolëm këtu doja të bëja një pyetje. Unë kam pasur që ka një lloj ngrohtësie ndërmjet grupeve tjera etnike, ka shi shteti shqiptar, pavarësisht se shteti shqiptar në atë kohë ishte në pozita të dobta. Po, ka një ndryshe. Pse? Sepse ndryshon nga ka disa faktorë tu, po ndryshon nga shtetet nacionaliste ballkanike. Si Greqia, si Serbia, edhe vetë Bullgaria, ka qenë shtete që nacionalizmi ishte shumë i fortë dhe një nga drejtimet kryesore të nacionalizmit është shtypja e minoriteteve. Pra ndjenin më shumë shtypje. Në shtete më të forta, por edhe me ekstremizmi i brendshëm më i fortë. Shteti shqiptar është shtet shumë më i dobët, por nacionalizmi shqiptar ishte nacionalizëm dhe më bashkëpunues me minoritetet. Pse? Sepse nacionalizmi shqiptar ishte nacionalizëm musliman, më së shumti. Dhe trashëgonte tani këto, se një pjesë e tyre që qenë drejtues në perandorinë osmane. Trashëgonte atë liberalizmin, tolerancën që kishte pasur perandoria, se perandoria osmane kishte tolerancë më të madhe dhe ajo ka defektet e veta apo politika që nuk ishin në favor të minoritetet, por në përgjithësi kishte tolerancë më të madhe dhe minoritete. Pra ishte trashëgimi historike kjo. Për shembull, hebrejt
u dëbuan nga Spanja, u vendosën dhe u tajtuan shumë mirë Perandorinë Osmane. Jo në gjithë Perandorinë Osmane. Në Vlorë ka qenë një ndër bazat. Po, në Vlorë, në Berat e kudo. Domethënë, pra, por edhe në territore të tjera dhe më shumë në territore të tjera. Por Selaniku ku u vendosën për shembull, që kishin shumë evrej, ishte i Perandorisë Osmane. Pra, gjetën si thosh një lloj terreni të favorshëm. Bindes me që jemi këtu në vitin 1648, mos gaboj, kur Venedikasit zbarkojnë në brigjet jonjane shqiptare, Ahmet Kurt Pasha i Beratit i ka ngarku popullsinë hebreje nga Vlora dhe i ka gjetë në Berat. I ka marrë në mbrojtje. Po njihet si fakt historik ky, pra që i miqësisë. Pra, dhe ky nacionalizëm trashëgonte edhe këtë tolerancën që vinte nga, se i thash këta kishin qenë njerëz që kishin qenë edhe administratën osmane, një pjesë e madhe që qeveristin tani në Shqipëri. Dhe e ruanin këtë lloj. Plus saj pati dhe një vizion që vinte nga rrethanat që ne do të ndërtojmë politika korrekte minoritetet për disa arsye madhore. E pa ndryshe nga Ballkanasit, pa ndryshuar Shqipëria. E pa bashkëtesën minoritetet paqësore, e pa si një element të konsolidimit të shtetit. Nësa fuqitë ballkanike kanë pas si një kancer për shtetin e tyre. Element gërryes. Nësa ne kemi pas si element të bashkëtesën, si element pozitiv. Se realisht ashtu është. Po ashtu është. Pra, kjo rezulton sot që del shumë vizionare. Ndoshta ata nuk është se ishin kaq vizionar, po duke pas të cilësi i quan në këtë përfundim. Pra e pan si një element, por edhe një arsye tjetër. Duke i trajtuar mirë minoritetet e ne kanë trajtuar, shmangnin presionin e fuqive të tjera ballkanike. Se ishin në presionin e Greqisë, në presionin e Serbisë, por dhe të Rumanisë. Në lidhje me vlerë. Ka qenë edhe subkonsciencia kolektive, profesor, se sado që ta trajtonte mirë, po themi qeveri, ai fshatari aty. Po, do ta them edhe këtë, domethënë, kjo subkonsciencia kishte të bënte me të shkuarat. Pra, që ishte popullsia kishte bashkëtuar me ta, nuk kishte pas përplasje me ta dhe vazhdonte në këtë linjë, po klasa politike që është se në përgjithsisht problemet dalin nga klasa politike që ata i frymëzojnë lëvizjet nacionaliste, ekstremiste. Nuk e kishte këtë mentalitet. Dhe kjo është për ne sot është një titull nderi, por ka qenë, po është pasuri e madhe dhe që duhet ruajtur sigurisht, dhe që është ruajtur, pavarësisht se ç'kan bërë të tjerë ndaj shqiptarëve. Dhe e treta që ishte e rëndësishme, donin që duke kriju këtë model pozitiv, ta kishin si thosh gojën të hapët, që ta kishin rrugën të hapët që të kërkonin shtetet ballkanike të i trajtonin dhe ata shqiptarë ashtu, se kishte shumë popullsi shqiptare. Kështë Kosova gjithë që kështë mbetë në sundimin e huaj, ishin shqiptarët e Çamërisë apo shqiptarët e tjerë në Greqi. Dhe ata e përdorën vazhdimisht këtë që ne, shteti shqiptar, i trajton mirë minoritetet. Pse këta tjerë duhet që dhe këta të shkojnë në këtë linjë. Kjo sigurisht nuk është se pi ujë shumë tek ata, sa ata kishin politika të vendosura për të bërë shpastime ndik. Por gjithsesi u ka shërbyer shqiptarëve deri diku në debatet ndërkombëtare që janë bërë në arenë ndërkombëtare, në aspektin propagandistik etj, sepse kishte baza reale politika e tyre. Pra, ka qenë në këto studime që kanë bërë për minoritetet i kanë trajtuar gjërësisht domethënë se si dhe gjithsesi do thoya që kjo politikë ka ndikuar pozitivisht në kultivimin e dy gjërave në Shqipëri. E para të bashkëtesës me minoritetet, po edhe të një fryme tolerante qytetarie që nuk vrehet kaq mirë në vendet e tjera të Ballkanit. Pra dy elementë civilizues dhe shtetformues janë shumë pozitivisht. Kur po bëja promovimin e librit të dytë për minoritetet në kohën e Zogut, që e kam bërë para disa javësh, se tani ka dalë ai libri, një nga kolegët e mi më bëri një pyetje. Si mendon, tha, do kishte qenë më mirë që të pastroheshin minoritetet etnike në Shqipëri, pra siç bën shtetet e tjera ballkanike, apo më mirë kështu që siç u trajtuan? I thash, jo, është më mirë kështu, siç u trajtuan. Spastrimi do kishte, e para do kishte rreziqe për shtetin shqiptar, po e dyta do të kultivonte një nacionalizëm agresiv, shoven brenda kombit, i cili nuk njihet dhe nuk duket në Shqipëri, se duhet të dallojmë nacionalizmin i cili kujdeset për menaxhimin e shtetit vet, progresin, mirëqenien, po duke respektuar të gjithë qytetarët, dhe nacionalizmi që do të shef ekzistencën e tij me eliminimin duke shtypë të tjerë. Pra e dy gjëse, të dyja nacionalizme janë lloje të ndryshme nacionalizmi. Kështu që i thash që mendimi im është dhe ky është dhe bindja ime ka provuar historia, jo se është e themun, por që kjo që ka ndjek klasat politike shqiptare ka qenë rruga më e drejtë
dhe që i ka siguruar benefite Shqipërisë dhe gjithë qytetarëve shqiptarë. Unë nuk e di po them ta citoj në emër se ku e ka thënë, por nga leximet e mia kam parë nga këto grekët objektiv që përmendë edhe ti, që thekson dhe thotë që ndërgabimet më të mëdha që ka bërë shteti grek është politika e ndjekjes shkëmbimit popullsisë dhe përzonja e minoriteteve të tjera. Pra kjo e ka varfruar shtetin, thotë jo vetëm ekonomikisht edhe demografikisht, po thotë ka sjell një popullsi kryesisht nga Anadolli, që vetëm thjesht ishin ortodoks, pra nuk kishin asnjë lloj lidhje shpirtërore me vendin dhe me gjeografinë që i përkisnin. Pra duhet ta lidh me këtë që minoritetet pavarësisht se fqinjet tanë i konsiderojnë si të keqe, si element grys të shteteve të tyre, faktikisht janë një pasuri që duhet kultivohen bashkë me ekzistencën e shteteve. Dhe unë, se për ta vazhduar bisedën, është shumë e drejtë, dhe u përgjigja atij shokut. Dëmet më të mëdha e Shqipërisë, s'ja kanë bërë minoritetet. Ja ka bërë keqqeverisja. Pra ne goditjet që i kemi marrë nga qeverisja jo e mirë. Jo e mirë. Dhe ne këtu duhet përqendrohemi, sepse ndodh, ka pas dhe ministri ose po i përmend tash, por ka qenë raste të rralla që defektet që kishin në qeverisja apo konfliktet që kishin me njëri tjetrin mundoheshin t'ia hidhin fajin e minoriteteve. Ka pas ndonjë rast, po ka qenë eksepsion, ka qenë përjashtim. Shumica dërmuese e elitës politike shqiptare ka qenë në unison që ne do t'i trajtojmë mirë, këta do t'i jenë njerëz besnik të shtetit shqiptar dhe ne do t'i trajtojmë mirë në bazë të gjitha drejtave, konventave ndërkombëtare që ishin atëherë traktatet e lidhjes kombëve në vitet 20-30, të cilat Shqipëria i zbatoi me korrektësi. Dhe faktikisht kjo është për t'u lavdruar të paktën për popullin e thjeshtë shqiptar, po të shohësh masakrat që janë kryer, për shembull nga forcat malazeze në rrethinat e Shkodrës, nga ushtrit slavo, serbo-malazeze, po ashtu nga bullgarët, po ashtu nga grekët që kujtesa e tyre është edhe më e gjatë, edhe reagimi i popullit shqiptar ka qenë minimal përveç rasteve sporadike siç ka qenë ndryshe. Po pra. Ka qenë shumë i qëndrueshëm. Por për shembull grekët tash pas i goditën vëllezërit në atë kohë, në luftën civile goditën maqedonët, se Maqedonët u bashkuan me të majtën. Aty ka ndodhur një goditje shumë e madhe në luftën civile në 46-49. Ndërsa hebrejt u goditën gjatë pushtimit gjerman. Edhe pak përpara në vitet 30. Hebrejt e Selanikut kanë pësuar goditje të jashtëzakonshme dhe grekët ishin bashkëpunëtorët, madje ishin përpara pushtimit gjerman. I dëbuan, i dhunuan, i larguan nga Selaniku, spasuan etnikisht. Dhe pastaj bashkëpunuan me po dhe plashkitin, kuptohet, me gjerman. Në Shqipëri mbrojtën. Shikoni çfarë. Pra, shikoni. Për shembull, po them është rast unikal që kjo qeveria shqiptare që ishte në qeverisin gjermane, ndryshe nga qeveritë e tjera, nuk pranoi që hebrejt edhe këto mund të justifikohen, kështu ishte koha. Po mund të justifikohen, por nuk e kishin atë frymë, pra ishte fryma që duhet t'i mbronin, sepse ishin njerëz në hall, dhe ajo besa shqiptare, dhe ai ishte edhe kë popullsia civile e thjesht, por edhe ke ata që bënin politikën, që ishin në krye të politikës. Dhe kjo do shpjegim, pra nuk mund të ta lesh të thjesht shumë si një episod. Sot do të them 5-6 episode të tilla që janë shumë domethënëse. Trajtimi e breve 1. E dyta, çfarë ka ndodhur? Në vrak të Shkodrës është një popullsi malazeze, një minoritet shumë i vogël, me 1500 banorë ka qenë në vitet 20-30. Nuk e di sa janë sot, sa kanë mbetë sot. Kjo popullsi ka ikë 3 herë nga Shqipëria. Ka ikë vetë. Herën e fundit iku kur Miloševići sulmoi Kosovën. Se i kërkuan i mikluan, i thanë që hajde këtu se këtu do gjeni parajsën. Dhe shkuan atje, e panë që ashtu do kthyen prapë. Për 3 herë kanë ikë vetë. Cili shtet ballkanik do ta kishte pranuar një minoritet i cili ishte larguar 3 herë. Ishte larguar vetë. Dhe përsëri kanë ardhur ke vendi vet. Pa askush nuk i Për shembull që janë të çuditshme, e kupton ti? Pa ajo pastaj thash me minoritetin grek, që edhe pse u dëbuan shqiptarët atje, minoriteti grek u ruajti këtu. Pavarësisht atyre përpjekje për shkëmbim reciproke të atje, por edhe për arsye të rrethanave politike, edhe presioneve janë shumë, por edhe për arsye të mentalitetit mendje hapur që kishin shqiptarët dhe konstruktit shpirtëror që kanë ata. Ata jetojnë me popullsi shqiptare, siç e tha dhe ju, dhe s'ka pas asnjëherë konflikte në zonat rurale shqiptare dhe greke. Kur s'ka pas? Ky ka shkruar shteti shqiptar, edhe para ti nuk ka pas konflikte. Një
Pra, po ti marrë gjithë, pastaj çështja e vleve. Do thënë, pse ata vlet e pinit do të vinë në Shqipëri? Edhe vlet kanë dhënë kontribut për pavarësinë tonë, për arsimin e për kulturën e tjerë dhe Shqipëria janë trajtuar jashtëzakonisht mirë, edhe vazhdojnë të trajtohen mirë, ka qenë në forume drejtuese të shtetit në të gjitha instancat e shtetit, që ka pikat më të larta dhe ndoshta më shumë se ç'i po, meritonin. më shumë në raport të përqindjen. Por po. si ka parë kush se shqiptarët i kanë pasur si shqiptar. Po. Pra në ndërgjegjen e tyre i ka pasur thjesht dhe nuk ka bërë njëri dallime të kësaj. Kështu që këta janë edhe ka qenë në të mirë të shtetit shqiptar, por edhe janë, si thosh, fenomene që si thosh përcaktojnë konstruktin sociopolitik të këtij populli, të këtij kombi, i cili është element, ne kemi gjëra të tjera për të kritikuar, pra ndaj vetes, ndaj procesit të shtetësisë, ndaj të qeverisjes, siç thashun, të reagimit kolektiv ndaj së keqes etj, që po i dëshmojmë tani në këto vite të tranzicionit, kemi dëshmuar edhe përpara, por ama në këtë linjë kjo është një element pozitiv. Profesor, unë të falenderoj që ishe pjesë me ne. Nëse do të vazhdojmë, ne kemi akoma shumë për të thënë, se normalisht mohabeti me ty po rrjedh aq bukur, edhe çdo fjalë që thu del nga një pyetje, më lind nga një pyetje që duhet, po inshallah do të kemi raste të tjera që do të ulemi bashkë. Po, shpresoj të vazhdojmë këtë rrugtim. Shpresoj që të kemi përsëri. Atëherë të nderuar miq, rrugtimit ton historik edhe për këtë episod i erdhi fundi, duke uruar profesorin që të ketë jetë gjatë dhe të bëjë punime sa më të mira dhe sa më të konsoliduara, duke mos dyshuar në kapacitetin shkencor për këtë që ka profesori, por që për të mirën tonë, pra që ne ta lexojmë historinë tonë, ta shohim se kujt i përkasim në mënyrë që të jemi më objektiv edhe më të qartë për të ardhmen tonë. Atëherë mirupafshim, ju përshëndes.